Lëvizja vetëvendosje e ka përqa këtë popull edhe para zgjedhjeve, edhe gjatë fushatës. Ka pas një fushat ofenduse, linquse. Qysh është e mundën në mbrëmje me dalë me thonë, këta janë bashkëpunëtorë të Serbisë, e në mëngjes me shkrujt letër me thonë hajdeni edhe bashkohuni me ne në qeverisi. Përgjegjësi kryesor për me i themelu institucionet është fituesi i zgjedhjeve. Pra ai që i fiton zgjedhjet e ka për detyrë, e ka për obligim kushtetues me i kriju institucionet, me i themelu institucionet. E ky fituesi i zgjedhjeve i shkurtit 2025 nuk ishte i aftë me i kriju institucionet dhe nuk kishte vullnet politik me i kriju institucionet. Megjithatë ka bën kërkesë karshi lidhjes demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje. E bëri një dy letra i ka shkruar e vërtet. Drejtim të lidhjes demokratike. E vërtet, ka pas një qasje, ka pas një kërkesë ndaj nesh, por ne kemi qenë shumë korrekt dhe kemi kthy atë përgjigje në mënyrën më zyrtare të mundshme. Dhe jemi përgjigjë që nuk kemi interes me hyrë qeverisje me lëvizjen vetëvendosje. Vazhdimisht e kemi thënë, edhe para zgjedhjeve, edhe gjatë kampanjës tonë, edhe pas zgjedhjeve pastaj, e kemi përsërit që nuk ka votë të LDK-s për vetëvendosjen, sepse kemi zbrasti, kemi hendek, kemi diferencat mëdha, edhe ideologjike, edhe programatike, por edhe gjithashtu mendojmë që ka pas një keqçeverisje të jashtëzakonshme në 4 vitet e fundit, dhe ne nuk mundemi me e vazhduat keqçeverisje. A bie përgjegjësia të subjektet politike tjera të cilat nuk ju kanë afru apo nuk ju kanë përgjigjur pozitivisht partisë fituese, se në një formë ose në formën tjetër ajo duhet të gjejë një partner koalicioni për qeverisje. Përgjegjësia e madhe është mbi fituesin e zgjedhjeve, i cili duhet me gjetë ura të bashkëpunimit me partitë politike që janë në kuvend. Në kuvend Kosovës ka edhe partitë të tjera politike, por fituesi i zgjedhjeve nuk u qas. Fituesi i zgjedhjeve nuk i bëri kërkesë partive tjera politike dhe e bllokoi procesin për 10 muaj me radhë. Në një situatë tjetër, në një situatë ku fituesi i zgjedhjeve merr përgjegjësi të plotë, do duhej me dalë mas një kohë dhe me thonë unë nuk i kam numrat, nuk e kam shumicën politike në kuvend Kosovës, nuk po mundem me kriju shumicën politike, unë heq dorë, urdhoni, ose po shkojmë zgjedhje, ose provoni ju tjertë me bo shumicë. Kështu e thot kushtetuta. Kushtetuta jone thot qofse i pari, qofse fituesi nuk arrin me i kriju institucionet e me i themelu institucionet, atëherë munden të tjerët. Në situatën tonë çfarë ishim, rezultati politik i zgjedhjeve të shkurtit ishte i tillë që nuk dha hapësinë për me u kriju institucionet as në një anë e as në anën tjetër. Se mendoni pikërisht lidhjes demokratike të Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka shkruar 2 ftesa për bashkëqeverisje. Ne e dim saktësisht pse. Sepse lidhja demokratike e Kosovës është parti institucionaliste. Është parti e profesionistëve, është parti e ekspertëve, është parti e akademikëve. Dhe është parti e urtë, është parti që punon. Dhe normalisht që të gjithë kanë dëshirë me bashkëpunu me LDK-n. Jo vetëm vetëvendosja, por edhe të gjitha parti tjera politike kanë dëshirë dhe kanë vullnet me bashkëpunu me LDK-n. Shto këtu edhe një fakt. Ne si LDK i kemi rujt urat e bashkëpunimit. Ne nuk jemi parti përqarse. Ne nuk e përqajmë popullin. Nuk jemi parti linquse. Nuk jemi parti që ofendojmë. Fituesi i zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, e ka përqa këtë popull edhe para zgjedhjeve, edhe gjatë fushatës. Ka pas një fushat ofenduse, linquse. Qysh është e mundën në mbrëmje me dalë me thonë, këta janë bashkëpunëtorë të Serbisë, e në mëngjes me shkrujt letër me thonë hajdeni edhe bashkohuni me ne në qeverisi. Qysh është e mundën mbrëmje me thonë, këta janë hajvana, e në mëngjes me shkrujt letër me thonë hajdeni edhe bashkëpunoni me mua. Ose në mbrëmje me thonë, këta janë si me thonë, ata që si adojnë të mirën Kosovës, këta janë e keqja e Kosovës, e në mëngjes me shkrujt letër për bashkë. Nuk shkojnë këto 2 punë.